Një gruaje i ra infarkt gjatë një fluturimi dhe ajo që ndodhi më vonë është vërtet absurde. Sipas jush, fati i njeriut është i shkruar? Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Ndiqeni me kujdes këtë histori sepse ja vlen për disa që kanë tejkaluar moshën 60 vjeçare. Ndiqeni. Atëre një grua 67 vjeçare së bashku me burrin e saj do të shkonin në martesën e vajzës. Dorothy Fletcher në Amerikë ka ndodhur. Dorothy Fletcher ishte 67 vjeçe. Ajo sapo kishte dalë në pension, kishte pak vite që kishte dalë në pension dhe donte që të gëzonte pensionin. Mirë po, jeta e saj ishte bërë shumë monotone. Në fakt ajo qëndronte pothuajse për herë brenda rreth shtëpisë, me fjalë, në avlli apo punët e shtëpisë, por shumë të lehta, kundrejt jetës që bënte më përpara. Ndiqeni thash sepse është mirë për ata që kanë kaluar moshën 60 vjeç bile, edhe ju që jeni më të rinj duhet që të këshilloni këta 60 vjeçarët për jetën që bëjnë ose 65 vjeç pasi dalin në pension, sepse pikërisht në atë moment mund të vijë një infarkt. Dhe po thoshe që gruaja e kishte ndryshuar totalisht jetën e saj, teksa ajo para 3-4 viteve o 5 viteve për 40 vjet rresht nga mëngjesi deri në darkë duke ecur, sepse ishte punonte në një agjenci që lviste shpesh në këto agjencitë e shitjes. Ajo tashmë rrinte brenda 4 mureve të shtëpisë dhe nuk dilte shumë rrallë. Dhe kjo i kishte krijuar probleme para ajo nuk e dinte. Në fakt, teksa vajza e saj dha lajmi që do martoj, bashkë me burrin, Dorothy tha është dita më e bukur për ne, tha, sepse do martohet vajza. Vajza e madhe që kishte lënë ditën e martesës sepse kanë 3 fëmijë. Vajza e madhe që kishte lënë ditën e martesës, ato do shkonin për ta festuar, pra ditën e martesës. Para se të shkonin, bën biletat, bën një çmim të mirë të biletave dhe ishin shumë të gëzuar. Atë ditë avioni ishte plot. Dhe Dorothy, si gjithmonë shkoj në kafe, pin një kafe, po ja u them këtë sepse kafeja është tepër luan një rol të rëndësishëm pikërisht në këtë periudhë. Ajo e kishte pirë një kafe më përpara, po kjo ishte ajo që ndikoi më shumë pra për infarktin. Normal që ka dhe arsye të tjera, një listë i gjatë të problemeve që njeriu mund të preket nga infarkti, por ky ishte një nga këto. Dhe ajo teksa kishte bërë një kafe të gjatë, siç e bëjnë kafe amerikane në shtëpi, ajo mori dhe një kafe në aeroport. Mirë po, avioni u vonua pak. Nuk kuptoi pse u vonua avioni dhe ajo u detyroi që të merrte edhe një kafe tjetër, kështu që u bën 3 kafe. Tani nuk ishte vetëm problemi i kafeinës, por thash ajo që ndodhi më vonë. Dhe hypi në avion, teksa avioni u ngrit, ndoshta nga presioni atmosferik, ndoshta nga probleme të tjera, ajo filloi që të kishte probleme në frymëmarrje. Mirë po aty për aty tha, mendoj që nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Në fakt burri i saj sugjeroi me fjalë që të ngrihej pak, të shkonte në banjo sapo filloi avioni me fjalë që të qetësoi, dhe ajo me kalimin e kohës mendoi që do qetësoj, por nuk u qetësua. Kur u kthye nga banjoja, ajo kishte një therje këtu. Të mbani mend që zakonisht këtu, përpara se të vijë infarkti, zakonisht ke një sikur të merret fryma. Dhe këtu sikur të çaj dikush me fjalë kraharorin. Dhe pas shpine. Kur ajo i tha që kishte këtë problemin pas shpine, një dhimbje pas shpine, burri i saj e kuptoi. Dhe menjëherë u ngrit në këmbë, shkoi tek styardesa. Dhe i thot styardesës, do të lutem, thot, më ndihmo, thot, nëse ka këtu, thot, një mjek. Pa problem, tha ju, hajse do ta themi, tha, në mikrofon. Dhe dolën aty dhe ky i shoqi tha në mikrofon, t'ju lutem shumë, tha, do t'ju lutem shumë, kujdes. Bëni kujdes sepse dua të bëj një pyetje. Ju lutem, nëse ka një mjek në bordin e avionit. Çuditërisht ishin 13 mjek, sepse një pjesë e madhe prej tyre, pra u ngritën në këmbë 15 prej tyre, por 13 që asistuan gruan. Sepse në atë avion zakonisht nuk kishte mjek. Me fjalë kishte ndodhur dhe herë të tjera që kishin patur probleme, por atë ditë eksakte ishin 15 mjek, sepse shumë prej tyre shkonin në një konferencë që do bënin. Dhe kështu që gjithsekush ishte kardiolog, që të gjithë ishin kardiolog, por secili kishte zhanrin e tij. Kush i vendosi atë oksigjenin, një tjetër i bëri një tjetër i vuri flebon, një tjetër i bëri atë
frymarrjen artificiale e tjerë tjerë. Pra secili ja dha kontributin e tij për ta ringjallur gruan, sepse gruaja po vdiste. Tani ata mjekët, sepse ishin mjek specialistë që të gjithë, e sugjeruan këtë pilotin që i thanë ne i kemi të gjitha sepse kishin pajisje, pra pajisjet e para, ato të emergjencës, por tha pajisjet të sofistikuar tha nuk i kemi këtu. Kështu që në qoftë se është e mundur, i thanë pilotit duhet të kthesh avionin dhe të ndalosh më përpara. Dhe kështu bën, ai piloti ndaloi avionin dhe në një qytet më të afërt përpara se të shkonin aty ku ishte destinacioni, pra tek qyteti ku martoi vajza e çiftit dhe e çuan direkt në spital. Çudia ishte që kur e çuan në spital, shkuan që të gjithë mjekët. Më duket 20 prej tyre shkuan atje, vetëm që të kuptonin se si ishin të gjithë specialistë, por të shikonin, të kontrollonin në qoftë se puna ishte bërë mirë, me fjalë nga specialistët aty të atij reparti. Por kishte atë ditë nuk ishte specialist i madh, pra kardiologu. Kështu që të gjithë u vunë në punë që ti vendosnin gjërat që i nevojiteshin për ta rimbëkëmbur gruan. Dhe ajo e mori veten, i shpëtuan jetën. Çudia është që ata ikën, sepse avioni priti mos gaboj 1 orë e gjysmë 2 orë, dhe hypën në avion dhe u larguan. Ajo nuk mësoi emrin e askujt të këtyre 15 apo 13 mjekëve, asnjërit prej tyre. E megjithatë, ata i shpëtuan jetën. U gjendën aty, në atë fluturim. Rastësisht të gjithë bashkë në një konferencë që ishte një konferencë që bëhesh një në 4 vite mos gaboj, dhe u gjetën pikërisht në atë moment kur ajo grua kërkoi ndihmë. Dhe doja t'ju pyesja juve, si është e mundur një gjë e tillë? Mundet që njeriu të ketë një fat kaq të madh? Dhe tjetra, pasi ajo u bë mirë, shkoi, sepse ka ndodhur para disa viteve, por lajmi është bërë publik tani kohët e fundit, sepse kjo Dorothy ka ndodhur në vitin 2003 mos gaboj, dhe kjo më së fundi tani vdiq nga pleqëria. Merreni me mend që ajo që në vitin 2003, sot jemi në 2026, merreni me mend që ajo jetoi edhe 23 vite të tjera. Pra 23 vite të tjera ndonse kishte probleme. Por sidoqoftë, ma merr mendja ka vdekur nga pleqëria sepse arriti 90 vjeçe. Edhe kur them ndonjëherë shpresojmë që të arrijmë dhe ne 90 vjeç, apo jo. Megjithatë, një histori e tillë të frymëzon, por njëkohësisht paraprakisht të jep atë inputin për të patur kujdes, sepse duke filluar pikërisht pra nga mosha 60 vjeç fillojnë problemet. Problemet të kardiovaskulare ose probleme tjera. Por duhet dini që ato kardiovaskulare janë më kryesore për njerëzit pra pas moshës 60 ca vjeç, kur ata marrin pensionin, nga momenti që marrin pensionin. Pra secili të paktën për disa vjet, duke reduktuar dal nga dal punën fizike, duhet që të vazhdoj ende. Nuk duhet ta ndërpres me njerë. Keni me mira raste ku njerëz sapo kanë marrë pensionin, rrinë aty, qetësojnë, lozin sha, domino apo rrinë mes njerëzve dhe shumë prej tyre kanë patur probleme të rënda, saqë janë larguar nga kjo jetë brenda një viti, 2 vjetësh apo 3 vjetësh. Ndaj është mirë që të bëhet kujdes pikërisht në atë periudhë, pra në momentin kur fillon pensioni. Ti jesh akoma aktiv për një farë kohe, derisa ta reduktosh dal nga dal. Këto janë këshillat e specialistëve, jo të mijat, por unë doja që t'ja u tregoja, sepse ky është një nga faktet që tregon që në momentin që njeriu merr pensionin, duhet të vazhdoj jetën e tij si më parë. Ju çfarë mendimi keni? Dhe a ka patur raste të tilla ndonjëherë në jetën tuaj teksa keni udhëtuar? Pres komentet tuaja. Ditë mbar.